Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Po ju bien flokët, kjo recetë me hithra është zgjidhja për këtë problem. Ne humbasim vazhdimisht flokët tanë në rreth 100 fije në ditë, por gjithsesi mund të jetë zhgënjyese të vëresh një ton qimesh të larguara që shkaktojnë probleme në kokën tonë. Ju mund të flisni me mjekun tuaj për opsionet e trajtimit mjekësor për rënien e flokëve, por nëse dëshironi të provoni diçka më natyrale, të cilën mund ta bëni në shtëpi, mund të dëshironi që të provoni këtë recetë natyrale me hithra. Kjo është bima që ndonjëherë na shkakton në dhimbje kur i prekim aksidentalisht të gjethet me gjemba jashtë. Në fakt, ajo mund që të ndihmojë për flokët tanë që të qëndrojnë të shëndetshëm dhe njëkohësisht të rriten të fortë. Nga ana tjetër, sipas një studimi të vitit 2018, ekstrakti i gjeteve të hithrës përmban sasi të larta të vetive anti-inflamatore dhe antioksiduesve që munden të ndihmojnë në mbrojtjen e kokës nga dëmtimi dhe stimulimin e rritjes së flokëve të rinj. Gjethet e hithrës janë të pasura gjithashtu me minerale si për shembull hekur, magnez dhe zink, të cilat të gjitha mund t'u japin folikulave tona një nxitje të madhe. Ekspertët në Hair Buddha rekomandojnë që të zhytni një tufë gjethe hithre në ujë të vluar, t'i kulloni dhe ta lini ujin më pas që të ftohet. Më pas mundet t'i përdorni si shpëlarës flokësh. Derdheni mbi fijet tuaja dhe siguroni që t'i përpunoni në rrënjë dhe deri në fund. Më pas mundet që t'i lani flokët tuaj me shampo si zakonisht. Me sa duket ndihmon edhe në zbutjen e skalpit të yndyrshëm dhe të zbokthit. Rozmarina reziston e freskët për një kohë të gjatë, përveç se ka një aromë shumë të mirë e cila ndikon në shije negativeve të ndryshme, ajo gjithashtu zbukuron edhe balkonin. Rozmarina mundet të përdoret edhe si çaj, por në rastin konkret ne kemi përdorur atë në një maskë e cila ndihmon kundër rënies së flokëve. Fal vetive të saj antiseptike është një nga bimët më të përshtatshme për të ngadalësuar humbjen tuaj të flokëve. Vaji esencial që përmban rozmarina në fakt është shumë stimulues. Rozmarina jo vetëm që i bën flokët tuaj të jenë më të butë, mirë po në të njëjtën kohë ajo stimulon në rritjen e shpejtë të flokëve. Ajo ndihmon edhe në zbutjen dhe në forcimin e flokëve, sikurse që ndihmon edhe në rikuperimin e flokëve të dëmtuar. Receta e maskës që do t'ju duhet ka këto përbërës. Kombinoni 2 lugë gjelle të gjeteve të grira të rozmarinës me 300 ml ujë. Më pas, për zgjerrjen e fituar, trajtoni flokët duke filluar gjithashtu nga fundi deri tek rrënjët dhe pasi ju t'i keni lyer nuk keni nevojë që t'i shpëlani. Mund ta përdorni trajtimin edhe pas dushit për një herë në javë. Receta e cila ndalon rënien e flokëve dhe i rrit ato me 5 cm. Maskat për rritjen e flokëve në kushtet e shtëpisë janë shumë të mira. Ato nuk kushtojnë dhe nuk kanë efekte anësore. Për këtë arsye ja vlen që ju t'i provoni. Në disa flokë, rezultati do të jetë i menjëhershëm dhe në disa të tjerë do të jetë brenda pak javëve, prandaj keni durim. Maskat për rritjen e flokëve janë testuar nga qindra gratë të cilat kanë pranuar se floku i tyre ka pësuar ndryshime të mrekullueshme. Së bashku me maskat duhet të tregoni kujdes edhe për ushqimin. Nëse doni që të keni flokë të shëndetshëm, konsumoni më shumë ushqime proteinike dhe me zink si arra, mish, peshk dhe vezë. Proteinat ushqejnë flokun, ndërsa zinku parandalon rënien e tyre. Për të gjitha femrat që kanë rënje të theksuar flokësh, është provuar në shumë studime se zinku është mënyra kryesore që lufton pikërisht këtë problem. Maska për rritjen e flokëve.
Fillimisht ju duhet që të ngrohni 2 filxhan kafeje vaj ulliri, jo të nxehtë. Pasi ju të keni ngrohur, aplikojeni në flok. Mbajeni kokën poshtë kur ta aplikoni për 5 minuta. Gjatë këtyre 5 minutave me këkë poshtë, ju do t'i bëni masazh rrënjës së kokës shumë butësisht dhe me këtë masazh ju do të stimuloni rritjen e flokut. Më pas, vajin e ullirit aplikojeni në të gjithë flokun duke bërë dhe masazh tek rrënjat. Me këtë masazh ju do të luftoni edhe majat dyshe. Vuani nga rrënja e flokëve, atëherë kemi një lajm të mirë për ju. Gjendet më në fund receta e cila mbin fije të reja dhe është 100% efikase. Lëngu i qepëve është një nga metodat rikuperuese më të mira në shtëpi për rënien e flokëve. Përmbajtja e sqafurit gjithashtu përmirëson edhe qarkullimin tuaj të gjakut, stimulon folikulat e flokëve dhe promovon mbirjen e flokëve të reja me rrënjë më të fortë. Kujtojmë këtu që sqafuri konsiderohet si një nga blloqet kryesore të ndërtimit të flokëve. Qepa është gjithashtu e nevojshme edhe për sa i përket prodhuesve natyral të kolagjenit të shëndetshëm dhe të keratinës. Plus qepët munden që të ndihmojnë në çështjet e kontrollit si infeksionet e zbokthit dhe lëkurës të kokës, si edhe thinjen e parakohshme. Gjithashtu, kjo recetë do të nxjisë flokë të butë dhe me shkëlqim për shkak të shtimit të mjaltit në të. Mjalti është i mbushur dhe me antioksidant, duke tërhequr kështu lagështinë në flokë dhe duke i lënë ato më voluminozë dhe më të shëndetshëm se kurrë më parë. Përgatitja: merrni qepën dhe priteni në 4 copa të mëdha, hidheni në një sitë dhe shtypeni me lugë, sa më shumë që ju të mundeni, në mënyrë që të merrni lëngun. Shtoni në lëngun e përftuar 2 lugë me mjalt, mundësisht të jetë mjalt organik. Opsionale, nëse ju dëshironi për një efekt më të madh, ju mundet që të shtoni dhe disa pika vaj esencial, për shembull më i rekomanduari në këtë rast është vaji livandos, vaji rozmarine, vaji menteje e të tjerë. Tani, lëngu ilaç pikërisht për humbjen e flokëve është gati. Masazhoni me lëngun që ju krijuat skalpin e kokës, sidomos zonën ku ju do të keni më shumë humbje floku apo ku e keni fare tullac. Këtë përbërje bëjeni për plot të 10 minuta. Më pas, mbulojeni flokët me një kapuç dushi ose me ndonjë qese të ngjashme dhe nëse keni mundësi, mbajeni gjithë natën kështu. Nëse nuk e mbani gjithë natën, përpiquni që ta mbani atë të paktën 1 orë. Më pas shpëlajini kokën, por nuk duhet që ta thani me tharse. Ky trajtim duhet që të ndiqet për disa muaj. Në qoftë se ju e mbani këtë ilaç për disa orë, atëherë duhet të dini se ajo do të jetë më kuruese dhe do të jetë efekti më i shpejtë brenda pak javësh. Nëse e mbani veç 1 orë, trajtimi juaj do të vijojë për disa muaj. Nëse do të qëndroni në shtëpi, kokën thjesht shpëlajini me ujë. Nëse do të dilni, atëherë merreni dhe lajini me shampo kundër rënjes së flokëve. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse gjendja juaj është kronike dhe vazhdon për një kohë të gjatë,
Më e mira që ju mund të bëni është që të paraqiteni menjëherë tek mjeku juaj për të marrë trajtimin e duhur.